Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatis mish qingji në furrë me patate baby. Atëherë, për këtë tavë kam 1 kg mish qingji, kam brinj qingji, kam 1 kg patate baby, 100 ml i kam lëng portokalli, 100 ml i kam lëng limoni, kam 70 ml vaj ulliri, krip, piper, rigon dhe 1 gotë ujë. Këto janë përbërësit që do përdorim. Si fillim do filloj me marinimin e mishit. Atëherë, unë po përdor këtë sasi, por për festa gjithmonë sasia që përdorim, po themi qoftë se ne bëjmë një pull, një mish, çdo lloj gjë sasi më e madhe, por gjithmonë varet edhe nga personat që neve jemi në familje. Do t'i shtojmë kripën të parën. Do shtojmë rigonin. Edhe piperin e zi. Atëherë do t'i lëvizim pak, të kërkojmë një tjetër që të marinohen. Do t'i shtoj nga të dy anët, sepse nuk dua të marri shumë krip, sepse normalisht do marinojmë edhe patatet. Pastaj, unë kam përdorur këtë sasi, por normalisht tash sasia që do përdorni varion edhe nga personat që jeni në familjen tuaj, po themi, ose që keni të ftuar për festat e fundvitit. Por unë po përdor këtë sasi, por marinimi është ky, nëse do shtoni sasinë e mishit, po themi, do shtoni dhe sasinë e marinimit, qoftë të vajit, të lëngut të limonit, të portokallit, patate nëse doni më shumë, i ndani në 2 tava, varet nga sasia e madhe, por marinimi është ky, po themi. Do shtoj lëngun e limonit, lëngun e portokallit dhe vajin e ullirit. Atëherë i kam shtuar përbërësit për marinimin dhe do ta lëm mishin të marinohet. Është mirë që ta lëm unë 1 orë do ta lëm, por është mirë që ta lëm 3 orë, ose e marinojmë nga darka dhe fillojmë e gatuajmë në mëngjes, ose ndryshe përderisa do ta gatuajmë, po themi, qoftë për vit të ri, për ato ditët e fund vitit apo për Krishtlindje. Varet se çfarë preferoni ju të hani për festa në shtëpinë tuaj, ose i kemi alternativë ndrojmë, sepse mund të bëni gjeldeti, puldeti, mish qingji, pull të thjesht, çfarëdo lloj gjëje po themi. Çrënci ka, mund ta marinoni nga mëngjesi dhe gatuani në darkë, ose marinoni në mëngjes e gatuani në drekë, por do ta mbajmë në frigorifer. Dhe do ta kthejmë, do ta rretullojmë her pas here mishin, e ktheni e rrotulloni që të marinohet mirë nga të gjitha anët. Do ta mbajmë në frigorifer normalisht, sepse nëse është 1 orë, okay, mund ta mbajmë në temperaturë ambienti, por nëse po themi lëm 3 orë të marinohet, 5 orë apo nga mëngjesi në darkë, në drekë, nuk duam që të na prishet, dhe do ta mbajmë në frigorifer me tavë. Mund ta mbuloni me letër alumini dhe e fusni e mbani në frigorifer për aq kohë po themi që doni ta marinoni. Do ta fusim në frigorifer, por nëse e lëni tham 1 orë, mund ta mbajmë në temperaturë ambienti pa problem, thjesht mund ta kthejmë ta rrotulloni 2-3 herë që të marinohet mirë. Mishin e kam lënë të marinohet, do marinojmë dhe patatet që t'ja shtojmë brenda. Po t'i shtojmë krip, rigon, edhe pak piper të zi. Dhe marinojmë patatet. Përzi, që të vej gjithandej marinimi, dhe do filloj patatet dhe do t'i shtojmë tek tava. Këto janë patatet plota baby, prandaj shtoj njëkohësisht me mishin, por nëse do bëni patate normale, po themi, doni t'i prisni në copa, mundoni që mos t'i prisni në copa të vogla fare, që mos të treten ndërkohë që gatuan me mishin e qingjit. Vendosim patatet brenda. Tava që unë kam,
është bashkë me kapakun e vet. Ka kapakun e vet, por në qoftë se nuk keni një tavë të tillë, atëherë mund të përdorni letër alumini që t'ja vendosni sipër. Do shtojmë edhe gotën e ujit. Do ta vendosim në 200 gradë për të gatuar. Do ta lëmë të gatuhet vet avash avash. Dhe kur ta shikojmë nga fundi që dhe patatet janë zier, mishi është bën, uji po themi ka avulluar, do t'i hiqni kapakun ose letrën e aluminit dhe do ta lëni që të marrë mirë faqe, qoftë patatja, qoftë mishi i qingjit. E vendosim në furrë. Tava ka përfunduar, është gati, del me të vërtet super e shijshme. Provojni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.